14 nëntor 2025 jemi në ditën e Venusit. Përshkrimi i kësaj dite do të jetë vrapojmë pas pasionit, ndërkohë që logjika nuk është gjykondë. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Siç e përmenda, është një ditë e vështirë, tuk gjitha ndjenjat që asaj dite janë shumë intensive, futur në një periudhë kur vërtet mund të ndihemi të lodhur për të mbajtur ato në kontroll. Pak më tepër, që edhe Mërkuri është në retrograd dhe gjatë kësaj dite do të udhëtoj bashkë me Marsin. Kjo na bën ne shumë më tepër impulsiv. Mund të fokusohemi më tepër tek zgjidhja e problemit në moment, ndërkohë që problemet e ardhshme janë të shkalojmë. Përgjithësia e këtyre ditëve është vërtet jo ekzistuese. Si rridhoj kemi vërtet vështirësi për të bërë edhe gjë më të vogël. Por që nga ana tjetër do të kemi probleme të rëndësishme sepse agresioni është shumë i lartë. Duke qenë se durimi në këto momente ka sosur. Siç e thash, kemi ndjenja vërtet shumë intensive, të cilat të pakontrolluara mund të shtojnë në mënyrë të dukshme dhunën. Gjatë gjithë ditës do të jemi pak a shumë në pritshmëri të fundjavës, gjithsesi do të këshilloj që të paktën gjërat të cilat janë jetësore ti mbaroni. Është vetëm një mënyrë që të mos i lëmë gjërat që të mblidhen dhe të krijojmë edhe një trysnim më të madh në jetën tonë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me ju.